një pjesë të këtyre që do them, unë i kam jetuar dhe nga afër, që duke nisur që nga momenti Meqja me Skënderin ishin prezente të Ramizis, unë i lash vendin studentes time, s'ka rëndësi. Ramizi atje përdori dhe një batut kur u acarua pak situata brenda, këta e din më mirë se ishin atje, tha dale, tha se nuk i dini të gjitha ju, tha. I kujtohet? Nuk i dini mirë. Dale, tha se nuk i dini të gjitha. Është e lëvizja e dorë që është bërë meme. Dale, tha se nuk i dini, sigurisht kam zërin parasysh kur kam dëgjuar dhe në televizor. Dale, tha se nuk i dini të gjitha. Ashtu. Dhe koha tregoi shumë bukur që iqa të fillimin që ne përshkruam entusiast, i pastër e vërtet e tjetër që u iniciuan nga studentët, iqa ato ditët e para, në momentin kur ta ustallarët erdhen lart, dhe ka shumë gjëra që kanë ndodhur në sytë tona dhe ne nuk i deshifronim dot në ato momente, vinim pikpyetje, por më mbrapa unë për vete e kam shumë të qartë skemën dhe Ramiz Alia nuk u ndodh i befasuar, por që nga momenti që kishte marrë atje Skënder Gjinushin këtej dhe Elisien Bashkurtin këtej, tjetër punë se ç'bën më mbrapa partitë etj, pra ishte gjithçka, ishte një skemë shkurt muhabeti, Ramiz Alia dhe sigurimi i shtetit, dhe unë për këtë kam bindje të verbër dhe ka shumë fakte, i kishin marrë masat me kohë dhe plani i tyre ju doli do bë realitet në këto fatkeqësisht në këto 35 vjet. Dhe vazhdon akoma një pjesë. Pa ardhur tek monumenti, te rënia e monumentit, unë kam qenë atje sepse atë ditë ne përgatiteshim të shkonim për në Bruksel. Unë mora me organizimin e vizitës të dërgatës tonë të parë, këta kolegët e din shumë mirë që shkuam në Francë me Preçin dhe me Eduard Selamin, ishte edhe Saliu në delegacion të themi, por unë duhem këtu sa, se është situata, edhe erdhi dikush tjetër, një si shoqërues, dhe ka marrë me vete bile, ka shkruar të Preçit dhe në libër, copë bronzi, gjysmën e kam në shtëpi nga shpatlla e xhaxhit kur u nda monumenti në qytet studentit, se koka iku këtej nga rruga e Kavajës, në mira copa, dhe gjysmën e copës e kam në shtëpi, e kam ruajtur, gjysmën e dash Giscard d'Estaingit në tavolinë. Të nesërmen, se ne do udhëtonim për në Paris. Dhe e kam ndikur nga afër atë momentin e rënies, sepse kam qenë me shoferin, që i kishim shoferin e druve Tiranës, Shpëtim Deden, që erdhi ngiste aron tonë, dhe nga Selia, Saliu më tha, niso, më tha mua. Dhe jam nisur unë, kështu si drejt, si që vajta në 2 prill në Shkodër, se në këto vendet ku kishte dinamit, mua më niste, dhe kam ndodhur prapa rënies së busit me gjithë shpëtimin, la makinën ndikuaj, se s'afrohesh e dot, dhe e kam ndikur nga afër atë, po unë dua të vite diçka tjetër, që derisa të vim te momenti i rënies së monumentit, për mendimin tim, ishin marrë masat që më përpara dhe nuk ishte rastësishme, për shembull. Ajo që përshkroi Beni, me shumë të drejtë, që u krijua komisioni nismëtar i fillimit, se komisioni nismëtar i fillimit kanë qenë 6 student, 5 intelektual, 4 punëtor, ku në ato momente nuk e futën as Beni në ata bile, në këtë që po them unë. Pas disa ditësh më mbrapa shtuan të tjerë, se kështu vinin atje shto mjell, kupton, dhe u shtuan radhë e komisionit nismëtar. Megjithatë, që unë kam thënë në një intervistë, kam dhënë kësaj nga të paktat, se unë s'para jep një kështu, këto si kisha shumë qef, po nëse mu qep ajo kur bëri librin Pardesyt e bardha, ajo Lulita Progni, dhe ke atje të shkruajtur, atje ka thënë diçka edhe Edi Rama, edhe janë një pjesë e protagonistëve nese, duke se ti Beni ka një shkrim atje apo jo. Te kjo s'ka rëndësi, si ka që ke folur ti, po. Edhe e kam përshkruar dhe këtej, them unë, si ka mundësi që kur shkuan drejt shtëpisë së Pashkos, referuar se që thot me shumë të drejtë Skënderi, që ne nuk njihnim njëri tjetrin, fare, më kupton? Unë njihja vetëm Saliu nga fakulteti dhe Shahin Kadaren, dies pas që ishte mjek, edhe e kisha parë dhe në spitalet e ashtu.